Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj kryetarit të qytetit të Shkupit Orse Gjergjevski, ku ky i fundit, ditë më parë gjatë prezantimit të 100 ditëve të para të tij qeverise të kryeqytetit, sipas BDI-s, është përjashtuar gjuha shqipe edhe pse ata thonë se Shkupi është qytet të dy gjuhësh me ligj. Integristët e theksojnë se një event zyrtar me para publike, pa asnjë fjalë në shqip, është shkelje e barazisë garantuar. Kësaj me krenari u tha se për 100 ditë larguan plot 600 të punësuar nga puna, ku sipas listave të publikuara, të gjithë thuajse ishin shqiptar. Shkupi është qytet dy gjuhësh me ligj. Mos respektimi i këtij detyrimi sjell në përgjegjësi ligjore. Nga partia opozitare shqiptare shtojnë se çdo përjashtim i saj çon drejt të marginalizimit. E për këtë, ata thonë se një gjë të tillë nuk do të lejon të normalizohet, andaj ata ftojnë të rinjt pa dallim të bashkohen me ta sepse si thon barazia nuk negociohet.